Me entuziazëm dhe duar trokitje, kështu e pritën fituesin e vendit e parë Lorikun. Bashkë moshatarët e tij të klasës bashkë me mësimdhënësit dhe stafin udhëheqës të shkollës Mustafa Bakia. Nga drejtoria e shkollës e nderuan me mirënjohje falënderimi për suksesin që tregoi në garat ndërkombëtare të kitarës klasike. Kujdestarja e klasës dhe njëra nga mësueset e Lorikut thonë se është nder që ka një nxënës të suksesshëm, jo vetëm në mësim, por edhe në muzikë. Është kënaqësi e veçantë të punoj me nxënës sikurse është Loriku, sepse Loriku jo vetëm se është triumfues në këtë garë, por ai është i shkëlqyer në të gjitha lëndet mësimore, po ashtu është edhe me sjellje shembullore. Loriku është një nxënës më të vërtet që ka merituar një vend të tillë, me shumë edukat, me shumë kulturë, andaj edhe ka dhënë një vend të arritshëm. Ky jo vetëm që na bëri krenar, jo vetëm shkollën tonë, jo vetëm Gjakovën, por edhe mbar Kosovën. Por befasi i kishin përgatitur edhe shokët dhe shoqet e klasës, të cilët me ëmbëlsirë pritën Lorikun, i cili i rrethuar në mesin e tyre i falenderoi që të gjithë për organizimin që nuk e kishte pritur të tillë. Jam i habitur nga kjo pritje që më kanë bërë gjithë shokët dhe kolektivi arsimtarëve, për mua kanë bërë të ndjehem shumë i lumtur. Loriku është nxënës i klasës 9A4 në shkollën Mustafa Bakia, i suksesshëm edhe në garat e diturisë, shembullor në sjellje dhe i shkëlqyer në mësime, kështu e njohin mësimdhënësit dhe të gjithë në këtë shkollë.